Ditën e sotme shënojmë plot 18 vite nga pavarësia e Kosovës e duket se Kosova nuk është e pavarur nga Haga, pasi personi i cili deklaroi edhe shpalljen e pavarësisë së Kosovës, zoti Hashim Thaçi, ndodhet në burgun e Hagës. Për të folur mbi çfarë ka shënuar Kosova në 18 vite dhe si e gjen kjo pavarësi shtetin e Kosovës, kam të ftuar në një lidhje direkte Nasim Haradinaj, ish ushtar i UÇK-s. Zoti Haradinaj, faleminderit shumë për mundësinë që na dha për intervistën dhe gëzuar pavarësinë e Kosovës. Urime gjithë shqiptarëve pavarësia e Kosovës, sepse kjo është një ditë e cilën e kanë pritur shqiptarët dhe urojmë të presim edhe pavarësi të plotë të tjera me ardhin e shokëve nga burgu. Gjithashtu urojmë të kemi pavarësi edhe më dha, gjithandaj ka janë shqiptarët në trojet e Preshevës, Bujanovcit, të Malit Dhi, po pse jo edhe pjesës Maqedonën edhe më fort. Zoti Haradinaj, si e gjen kjo pavarësi shtetin e Kosovës? Po kjo në fakt është një pavarësi e brisht, sepse shtetet të cilat nuk ja kanë dashur asnjëherë të mirën Kosovës, normal që bëjnë luftën speciale të tyre, ashtu siç edhe ja arritën që edhe në pikpamje politike, me nisma politike të krijojnë një gjykatë, të cilën komplet ishte fyse për ne UÇK-n, duke na akuzuar për transplant organesh, dhe ne ishim në një farë mënyrë, ishim para aktit kryen ta pranojmë ato, me që se dinim se një gjë e tillë s'ka ndodhur, dhe po të mos jepshim rastin që ajo sende të shkohet deri në fund dhe të vini drejtësi, shteti jon do të kishmet me një njoll, të cilën në një farë mënyrë i shmet vetëm si pretendim. Prandaj unë mendoj se pikërisht për atë arsye kanë pranuar kushtetarët tonë ta pranojnë një gjykatë të tillë, duke llogaritur gjithmonë në drejtësi, po jo në gjykatë politike. Por si është dita me ditë se ndryshimet për shpejtësinë e Kosovës të disa shtete fatkeqësisht filluan të zbehen, duke menduar se ndoshta kish pas bashkin më mirë ta barazojnë në një farë mënyrë në luftën shlirimtare me krimet serbe, që është absurditet, jo vetëm për ne, po edhe për vetë ata që duan demokracinë, ndërtuan këto dhe nuk shkuan me ato pika qetre, po ndryshuan pikat pastaj tjetër, që ndryshuan edhe një herë tash. Kështu që unë mendoj që kemi kryk një prokurori politike, tendenciose, selektive, e mos them që është edhe një vetë ajo prokurori, është një ndërmarrje për bashkët kriminale ekonomike, sepse po i shfrytëzon resurset evropiane në emër të drejtësisë, duke zhvilluar dhe duke prezantuar një padrejtësi në fakt. Por ne mendojmë që koha ka ardhur që populli i Kosovës të jep plebiscitin e vet, që do ta jap sot me të bime të sotme dhe besoj se do të jetë të njëpasishme deri në vendimin përfundimtar. Në fundit, shteti ynë nuk mund të lejoj atë të cilën e shpalli pavarësinë, ata të cilët e nisën pavarësinë dhe ata të cilët e mbajnë mbi supet e tyre në peshën e luftës dhe të lirisë. Prandaj çdo njeri që don lirinë, ai don edhe pavarësinë e ditës sotme. Pavarësia sot po festohet me një masht protestues që do thotë drejtësi dhe jo politik, por që mendojmë që pavarësi tjetër ta festojmë së bashku me të katërshin apo gjashtin që janë atje komplet dhe të jepet një përfundim një herë e përgjithmonë se lufta jonë ishte e drejtë dhe e drejta jonë për shtet dhe për demokraci dhe për liri na takon ashtu si i takon çdo populli. E sidomos popullit më të vjetër në Ballkan, në Evropë. Zoti Haradinaj, çfarë ndjesie keni kur shikoni që shokët e armëve ndodhen në Hag në burg, duke u akuzuar për krime lufte, ndërkohë ju keni luftuar për çlirimin e vendit tuaj? Po, shqo, kjo është një farsë. Në fakt, kjo është një farsë që përmënojnë të japin një ngjyrë tjetër, të paktën për hir, se ju dini çdo herë populli shqiptar fatkeqësisht nga Evropa ka herë është përdorur më tepër si mish për të pajtuar fëmijët si copë mishi që ndohen aty këtu. Unë mendoj se asaj ka ardhur fundi një herë për gjithmonë. Ne në fundit luftën nuk kemi bërë vetëm, ne kemi nisë vetë, luftën nuk i kemi zgjedhur, na u ka imponu, por që ndërkombëtarët e kanë po dhe i kemi pas bashkëluftëtar në krye me Amerikën, do të kemi pas bashkëluftëtar të gjitha shtetet e NATO-s. Mirë tha Edi Rama dje në Kosovë, se nëse këta njerëz dënohen, atër duhet të ngritet akt akuzë për Bill Clintonin dhe gjithë ata që na kanë imu luftë, sepse ne ishim bashkëluftëtar. Mos flasi për gjitha shtetet, edhe për komplet NATO-n, sepse ne ishim bashkëluftëtar, luftua bashkë, e sjellëm këtë liri bashkë,
dhe në kuptimin e asaj, ne po të mos ishim në rrugën e drejtë, asnjëherë aleancat e NATO-s nuk do të na kishin mbrojtë. A mendoni që shteti i Kosovës ka bërë maksimumin lidhur me gjyqin e Hagës dhe me mbrojtjen e ish-komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës? Fatkeqësisht jo, shteti nuk ka bërë shumë, po unë mendoj që tani është sensibilizu, ka reflektu dhe besoj që tani tutje do të jemi bashkë. Protestën e sotme janë solidarizu të gjithë prej presidentes, kryeministit dhe të gjithë sot kemi do thot një protest të unifikuar ashtu siç dëshiroj ta shoh popullin tam çdo herë. Zoti Haradinaj, është më thjesht të luftosh në luftë apo të luftosh në paqe ndaj fuqive që ti s'ke mundësi për t'i mundur ndoshta dhe ndaj kulisave politike? Edhe pse lufta nuk është e mirë në një mënyrë në asnjë formë, po tregoj të jesh luftar në front është shumë më thjesht sepse ki dy palë. E ki njeriu që lufton për liri dhe e ki përballë njeriu i cili don ta merr lirin ose ta agravoj deri atje sa të zhduk ty si qenie, e mos flasi për këtë armik që kemi pas, cili ka ushtruar edhe gjenocid. Kosovë ka elemente të gjenocidit, ani pse ende s'kan mujt me gjyku për këtë. Prandaj është shumë më lehtë jesh luftë sepse janë dy palë, është armiku dhe jeti çlirimtari. Ndërsa në paqe përkundër gjitha shërbimeve sekrete që janë edhe dashamirëse, po edhe anti-kosovare ose anti-shqiptare, është problem ta identifikojmë sepse njerëzit ka herë bëhen sikur nuk ishte luftë. I kuptoj ata se një pjesë atër edhe nuk e kanë kuptuar as luftën sepse janë shumë jugo nostalgjik. Mirë, po unë mendoj që tani ka reflektuar dhe pse edhe panë që është çka boll o boll. Prandaj unë mendoj që për pos pa drejtësi që bëbohet që i kanë mojt ata kanë bërë shumë shkelje ligjore, që kanë mojt edhe me afate të stërgjatura, e që nuk është dashur kaq ashtu që i kanë shkel rregullat që nga fillimi e prokurorisë. Prandaj unë mendoj kjo bëri që faktori shqiptar të unifikohen edhe partitë politike, të cilat dikur nuk ka menduar ndryshe, dhe unë mendoj se në ditën e sotme të gjithë mendojnë njëjtë, të gjithë i duam çlirimtarët brend dhe askush nga ne nuk pranon të na dënohet liria dhe të na dënohet shteti. Prandaj plebishiti i popullit sot do të jetë tu që unë mendoj që do të jenë mbi 200.000 vet. Zoti Haradinaj, a keni shpresë që Hashim Thaçi, Gatri Veseli, Jakub Krasniqi do të vinë në Kosovë ashtu siç janë si fitues dhe çlirimtar të Kosovës? Unë çdo herë jam i prirë të besoj se e drejta gjithmonë triumfon. E di që i duhet luftë, e di që i duhet mundi, por duke llogaritë se jemi në anën e drejtë, duke llogaritë megjithatë se ka mendje të shëndosha që e kuptojnë lirinë, e kuptojnë të drejtën, unë besoj që ata do të vinë. Dhe unë besoj se ky mesazh që do të shkojë gjykatë dhe mesazhi që do të merr tani tutje prapë nga ky popull, unë mendoj që ai trup gjykues jo që të bëhet presion, po do reflektoj dhe do i këshyr me thuk të dhenat ose ato që ka prokuria të thëmë ka qenë e thot me faktimin e atyne, dhe unë besoj që pas të dëshmitarëve që kanë qenë, pas të provat që kanë mbrojtja, pas të vetë pafajësisë tonë, ata duhet me arë në shtëpi. Zoti Haradinaj, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Respekte, faleminderit, urime edhe herë dita pavarësisë. Faleminderit, urime edhe ju. Respekte.